Mësuesit e arsimit parauniversitar i nënshtrohen në kryeqytet testimit të njohurive të tyre për të fituar një prej shkallëve të kualifikimit. Sipas njoftimit të shpërndar nga Ministria e Arsimit, do të përcaktohet dhe shtesa mbi pak që ata do të përfitojnë. Për mësuesit që do të fitojnë kategorinë i kualifikuar, shtesa mbi pak do të jetë 5%, për kategorinë mësues specialist 10% dhe për kategorinë mësues mjeshtër 20%. Mbështetur në rezultatet përfundimtare të kandidatëve, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme të Mash u dërgon njësive vendore arsimore shkresën për shtesën e pagës, thuhet në udhëzimin e Ministrisë së Arsimit për provimet e kualifikimit. Sipas udhëzimit të Mash, vlerësimi përfundimtar i kandidatit do të bëhet me sistemin e 100 pikëve, i cili përbëhet nga pikët e portofolit, bonuseve dhe pjesa e parë dhe pjesa e dytë e testit. Më shumë se gjysma e pikëve në vlerësimin përfundimtar, rreth 70%, do i përkasin testit me shkrim, ndërsa pjesa tjetër 30% portofolit bashkë me bonuset. Kandidati vlerësohet me fjalët shkëlqyeshëm, shumë mirë, mirë, mjaftueshëm dhe dobët. Kandidati nuk e fiton kualifikimin nëse vlerësimi i tij përfundimtar është dobët, si dhe në rastin kur nuk ka fituar pikët minimale në të paktën njërin prej dy pjesëve të testit, sqarohet në udhëzim. Një vit më parë në testin e kualifikimit morën pjesë 3843 mësues nga të 4 ciklet e shkollimit parauniversitar. Sipas të dhënave nga Ministria e Arsimit, në procesin e kualifikimit 2013, grupi më i madh i mësuesve të përfshirë në kualifikim është ai i vlerësuar mirë, 53.66% dhe shumë mirë 31.75%.